Shkarkimin e kryesisë së lëvizjes Besa për të hapur rrugë fuzionimit të Vlenit në një parti e ka përshëndetur kreu i LD-s Izet Mexhiti. I pyetur nga televizioni Shenja, Mexhiti tha se të njëjtin veprim së shpejti pritet ta ndërmerrë edhe partia që ai drejton dhe se për momentin po diskutohen modalitetet për të zgjedhur të parin e këtij subjekti. Mexhiti nuk e përjashtoi mundësinë që të vendosin për modalitetin me bashkëkryetar, modeli i cili sipas Mexhitit nuk është karakteristik tek ne, por funksionon në shumë vende të tjera. Ai sqaroi se për këtë çështje brenda Vlen janë propozuar edhe modele të tjera shumë kreative. Ideja e bashkëkryetarëve është një prej ideve kreative, të cilat ndoshta nuk janë karakteristike për këtë nën qiell, mirë po i njeh vota demokratike, i njohin është vlerë evropiane, e kemi edhe në Republikën e Kosovës, është lëvizja Guxo, mirë po ka edhe modele tjera, po debatohet me pro dhe kontra argumentime. Kredo kjo në funksion për zgjedh modelin më të mirë edhe për ta faktorizuar dhe fuqizuar Vlenin në përgjithësi. I pyetur gjithashtu nga televizioni Shenja nëse Vlen do ta mbështesë kërkesën eventuale të kryetarit të lëvizjes Besa Bilal Kasami për shkarkimin e ministrit të punës dhe politikës sociale Fatmir Limani, Mexhiti tha se Besa ka kapacitet për t'i tejkaluar problemet. Çështja Limani është brenda problem, domethënë është brenda Besës dhe besoj që Besa ka kapacitet së bashku pra t'i tejkalojnë dhe të ecin bashkë. Edhe pse për Mexhitin Limani është problem brenda Besës, ky i fundit sot kishte një kërkesë për zgjedhjen e kryetarit të ri të Vlenit dhe tha se këtij subjekti në ardhje në krye i duhet një arkitekt e asesi një monark. Koalicioni Vlen ka një mision që tejkalon mbijetesën politike sepse lindi nga njerëz që duan ndryshimin. Ai duhet të jetë magneti që grumbullon rreth veti arkitektët e ndryshimit, ata njerëz që dinë të ndërtojnë, që kanë vizion dhe që guxojnë të mendojnë ndryshe. Limani thot se Vlenit nuk i duhen njerëz të fortifikuar rreth kalave të vjetra, por i duhen mendje të hapura, të cilat do të ndërtojnë rrugë të reja. Kujtojmë se të njëjtën në mbrëmje lëvizja Besa mbajti mbledhjen e Kuvendit Qendror, nga i njëjti dolën dy konkluzione, i pari shkarkimi i kryesisë qendrore të partisë, në vigjilje të së cilës është edhe autorizimi i kreut të saj për të diskutuar për fuzionimin sa më të shpejt të Vlenit në një parti, po edhe analizën e punës dhe sukseseve dhe eventualisht dështimeve të funksionarëve të Besës në qeveri, pas çka do të pasojë vazhdimi i kryerjes së funksionit ose shkarkimi nga i njëjti pozicion.